Kam koleg, kam njerëz bashkëpunëtor, mirë po janë shumë mirë kuptues edhe ndër vite, se më kanë bërë gati 15 vjet që punoj në këtë industri, ndër vite i kemi eduku, mjaftueshëm, ja u kemi mësuar të farë fikun e halalit edhe haramit në punën e dizajnit, ka mirë, kështu që e din edhe për çka me na thirr tash edhe çka jo, se nuk janë veç vet, kur po flasin shumë janë edhe disa djemë tjerë muslimanë që e bojnë të njëjtën gjë. Domethënë, po janë shumë edhe këta që mujnë me paragjyku në konceptet e tyre jetësore është okay me punu një reklam për një birë. Se koncepti i tij është e bëj fokusi i tij është në outputin, domethënë në nxjerrjen e një produkti të mirë. Po unë përveç produktit të mirë, mediatik, reklamës ose çka do të qoftë, jam i fokusuar edhe në mesazhin që e përçon çaj reklam. Domethënë ka shumë sene që mundet me kanë reklam komplet për çokoladë, po nëse vizualisht ka gjëra që nuk rezonojnë me besimin tim, i them jo, edhe pse produkti është halal, çokoladë. Po, domethënë që na kanë që kanë tendenca me na gjyku, që e bojnë me drejt për konceptit tyne, na veç e dina që në parim janë djemë të mirë, janë punëtor, se kanë me qëllim të keq, edhe i edukojnë, ju tregojnë që jo, që kjo nuk bëhet. Thjesht definojna kufi. Çka bën, çka s'bën, edhe gjithmonë sa kena definu kufi, jena respektu më shumë. Kjo definojna kufi po më pëlqen shumë për shkak se lidhet edhe me aspektin psikologjik tepër, domethënë gjithmonë problematikat më të mëdha lindin për shkak të mungesës çtyn e kufive. Fuad, po du me ditë tash duke di që jemi në muajin e Ramazanit. A ndikon muaji i Ramazanit për shkak se konsideroj që juve ju vjen pak inspirim, për shembull me qenë pak të inspiruar për me pas ide, kreativitet më shumë. Sa ndikon agjërimi në këtë pjesë? A ka ndonjë ndikim? Për mu Ramazani po ndikon, po për mu Ramazani është një moment i qetësisë dhe një moment i ndaljes. Domethënë nuk tentoj me balansu shumë punën me aspektin shpirtëror. Jepi prioritet aspektit shpirtëror e ndali pak punën. Edhe nuk e di është që kjo gjëja që duhet me bëj, këtë mundet më përgjigj një hoxhë ose ndaj kush që është i thirrur për çat punë, po unë personalisht e shoh që është praktike mirë, se e shoh që është një moment ndalje, reflektimi, çka jetu desh me bëj, edhe për aftësitë në dizajn për shembull, me çto aftësi që të ka dhënë Zoti, ç'a do me bëj me to. Se ka shumë gjëra që mund të bëj edhe në aspekte fetare, edhe në aspekte tjera jetësore, ka do me vazhdu, edhe profesionalisht, po kryesisht, domethënë, në fokus është ahireti, përmirësimi vetes gjatë Ramazanit, edhe nuk thjesht e di që duhet me e kuptu. Vjen një moment që një kohë të caktuar, njëjtë sikur që mundet me ardhur një moment që duhesh më fokusu shumë në profesion. Vjen një moment gjatë vitit që duhesh më fokusu shumë në vete, edhe absolutisht nuk nina keq pse e nali punën ose pse ndaj projekte e la mbrapa shkaku i Ramazanit. Fuad, na bisedum paraprakisht, edhe unë e di që ju jeni, domethënë, njëkohësisht mentor i punës, edhe njëkohësisht edhe keni marrë edhe keni qenë edhe trajner. A mundeni pak me na spjegu ç'është është mentorimi te puna e dizajnerëve? Po, domethënë, fillimisht kom marrë trajnime një 6 vjet, kom ligjëru në ICK edhe në një shkollë tjetër, Inspire Hub. Mirë po masnej i kam dalë, në qëtë vitin 2025, apo mentorimin e vazhdoj me studentat zgjedhur. Mentorimi zakonisht çka bëj është ulemi me studentin, i këshyrum cilat janë fokuset edhe çfarë potenciali ka çaj student, edhe tentojna me orientu drejt arritjes të potencialit profesional. Masnej, në situatat caktume edhe ju jep mundësi nëse kena projekte që na si bojna najsan, ja u delegojna studentëve, karshi potencialit tyne. Po që kjo është e farë rjedha, domethënë, për momentin që ka fillu ideja mentorimit është se unë zakonisht kërkujt nuk i kom këthy përgjigje negative kur ka pas nevojë për ndihmë profesionale prej meje. Çka do të qoftë, më kanë gjendje me dalë me naj 2-3 orë me një person veç me udhëzu në karrierë. Edhe dikush, një rejdashtu një jemi, ma ka thonë pse s'pe kthen në biznes në kuptimin që me mentoru me pare, me që veç po të pëlqen me bo, ose të pakten nisja mendo si mentor, edhe kom thonë, okej, pe marrë që dytën, po mendoj si mentor, e për biznes këshirë më ka kohë, se qëndron mirë dizajni edhe animacioni, po do më thonë tash e bëj free, po veç për personat saktum që mu ma mërmenja që ja vlen me investun ta.